Pas ndërtimit të rrugës së Arbrit Lagja Petralb në fshatin Guri i Bardh në njësinë administrative Zibër të Bashkisë Klos, duket se ka mbetur jashtë vëmendjes së pushtetit vendor, ndërkohë që fshati i Gurit të Bardh është përfshirë në listën e 100 fshatrave turistik të vendit, Petralba është lënë në harres. Vetëm 3 kilometra rrugë ndajnë fshatin nga aksi kryesor, por mungesa e mirëmbajtjes ka bërë që ajo të jetë pothuajse e pakalueshme. Banorët që jetojnë ende aty shprehen se po mendojnë të largohen, pasi çdo ditë përballen me vështirësi të mëdha për shkak të gjendjes së rrugës. Shumë e keqe, kanë vu dorën ta fare. Tani mjetet po i captojnë fare nga këna, nuk e di si me e bë. A lan pas dorë këtë kjo rrugë, pas rrugës Arbrit. Parë fshat janë ku tek bashkia, po ku të gjanë tani. Edhe dimni, bora, shenju. Normal si prishet, dhe ma shumë. Nga mos vurja dorë në rrugë, në ujra, në... Edhe do dërojnë rëpë që t'ikin. Ky fshat ka qenë mbi 300 shtëpi, si Katun, dhe s'ka njel 50 shtëpi. Ky është Petralba. Guri i Bardh, po Petralba janë ndarë në 2 katune. Po të ketë rrugë, të ketë me imajtje infrastrukturë, normal që nuk do të hikin, nuk do të repaktisin vendin. Na që kemi makinat, kemi dalë të imbush me mjete primitive, me lopat, me kazë, me karrocë dore, të mush grëpat. Qysh se ke rreth rrotullimi që vazhdon rruga për Guri të Bardh lart, e sipër nuk është vu as pak dorë ta. Pat vetë edhe gurët që kanë dalë që me zor kalojnë mjetet. I ke gurët rrugës aty që nuk kalojnë traktorat, jo veturat. Taksat shteti i merr, një ditë me kalu të xhobisin, kurse rrugët si ndërtojnë fare, s'vën dorë fare ta. Bashkia thotë do i bëjmë sot dhe do i bëjmë nesër. Bashkia po në vend. Duhet me ikë dhe nëse kemi ngel tusës. Nuk kalohet të ma. Po nga këtu, tek shtëpia ku jam unë, edhe në Tiranë unë shkoj për 35 minuta. Po t'ishte rruga do shkosh edhe më shpejt. Dhe ktheshin tjerë do investoheshin në shtëpia, në toka, në gjana do investoheshin tu në vend vetë. Ndërsa drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në zonë shtojnë se automjetet u dëmtohen çdo ditë dhe se rruga, një nga më të vjetrat që lidhte zonën me Tiranën, është bërë pothuajse e pakalueshme. Ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të Bashkisë Klos për riparimin e rrugës deri në hyrje të fshatit, gjithashtu theksojnë se janë taksa pagues të rregullt dhe kërkojnë që shteti të marrë masa para se fshati të braktiset plotësisht. Probleme këtu janë gjithfalloj. Të shumë. Për këtë arsye, se askush nuk ka vu dorën do, flas nga pushteti, të ndorë nga njësia, dhe ka ngel vetëm për të kujdesu unë dhe 2-3 tjerë që përdorim makinën, se lagja është e braktisme. Kanë shku totalisht janë largu, duke pasë çfarë shansesh ka për t'jetu këtu. Të rruga është si që ta shofish edhe vetë, katastrofë. Unë kam punu vullnetarisht, që as më ka thëmë kush faleminderit, po finale thot s'ka punë tjetër, vetëm për të rritë makinën time. Premtimet janë të shumta. Premtime në ka dhënë sa të dush. Por duke e pa që ku marro asfalti, ku hyn rruga Përkesina, e deri këtej rruga është më keq rruga kryesore se sa kjo. Se këtu mbasi kemi vu dorë edhe ne, e kemi mirëmbajt, kurse rruga kryesore është shkam i gjallë. Rrugë e vjetër. Rrugë për ne, ajo ka qenë rrugë tamam. Jo me bo një asfalt nga shkallë me elçu në Guri të Bardh, po asfalti duhet këtej, që të kapte gjithë zonën. Kjo nuk arrit, sepse ne nuk dim gjama të tepër. Dhe në finale për dalën Guri të Bardhun, se këtu quhen Petralb, për shku ke shtëpia e dajës tim, do të bijem fshat, të dalën në shkallë, pastaj të kthehem për Guri të Bardh. Fshati është largu edhe këtu kemi metja 8 familje, nga 2 veta për shtëpi s'ka më tepër. Edhe Brezëri, ç'a perspektive ka këtu? Marron fakultetin, zgjedh dot punë, do të marrë emigrimin. Ku kërdish fëmijët e mi? Ku do t'i punësoj? Kam investu sa të dush për to, se si ti shkollojet
tjetë në Zotë e Vezës, në finale janë ropë të tjetër kujtë, më dhe të huj. E po emni e kanë vëtë madhë, fshat turistik. Po çfarë turizmi bëhet këtu? Këtu ka partar shumë shpejt do bllokojë edhe këto rrugë nga ferrat, nga granat se uji do bëj punën e vet, erozioni, dhe në finale të jetë vend i harru. Totalisht. Sepse po nuk interesu kush, çfarë do të bëj? Me një lule nuk vje behari. Është fjalë vjetër. Hajtë se punoj unë, punoj tjetri. Po këtu nuk vje vesh një makinë ose dy. Po vinë plot, edhe ato që janë largu me makinat dhe vinë këtu. Po çfarë shërbimi ju ofrojmë? Kush do ta bëj këtë rregullim? Kaq diu me thënë. Do t'i bëjmë. Do bëjmë rrugë të bardha, do bëjmë rrugë të bukura, se kështu është objektivi, po kur do arrit kjo objektiv? Disa herë kam qenë. Ja kam tregu situatën ashtu siç është. Në finale nuk shoh asnjë ndryshim. Rruga i Petralbës është kthyer në një problem serioz dhe banorët kërkojnë zgjidhje urgjente përpara se izolimi të bëhet i plot.